Edhe më pëlqen më shumë këtu, ja. E ti pëlqen, është era parë sa që vjen? Era dytë. Era dytë, sa e pëlqen Kosova? Shumë fare, shumë fare. Edhe njerëzit janë shumë të kulturuar, kanë shumë respekt. Çdo gjë, nuk është se jam shumë e lumtur për çdo gjë, për jetesën që bëj andej, edhe këtu në Shqipëri kur vi, jam shumë e kam krijuar familjen time dhe jam okay. Jeni nën? Po. Sa fëmijë keni? Kam 2. Djalë vajzë. Sa mirë, 2. 2. A do kjo pjesë sa të ka ndryshuar jetën tënde? Shumë fare. Të përkushtohen shumë fëmijëve, të jenë shumë afër fëmijëve dhe të jenë sa të bashkuar me familjen e tyre. Ngona jeta kur ki qenë para se që nën? Shumë pak. Shumë pak. A do ta kishe kthyer një herë? Po. Për çka e kishe kthyer një herë jetën? Për familjen time. Ka puna vini moj? Unë po vi nga Greqia. Nga Greqia? Si e kem Greqin? Mirë fare, shumë mirë. Jetoni atje? Ke migruar? Po. Sa kohë keni migruar për Shqipërisë? 20 vjet. Ka shumë vite, vite ka atë se. E cili vend në Shqipëri që kem? Fieri. E Fierit. Vend i bukur. Shumë. Kam qenë gjatë luftës atje. Vërtet? Edhe më pëlqen më shumë këtu, ja. E ti pëlqen, është era parë sa që vjen? Era dytë. Era dytë, sa e pëlqen Kosova? Shumë fare, shumë fare. Edhe njerëzit janë shumë të kulturuar, kanë shumë respekt. Edhe I kam shumë për zemër. Shumë për zemër. A ju duam ne më shumë juve, a ju neve? Nuk e di, nuk e Si di. mendon ti me një myt? Unë për vetë time I dua shumë. Shumë fare, nuk e di. Po, tani. këto gjëra që të pëlqejnë në Kosovë? Nuk e di, më pëlqejnë shumë edhe njerëzit e të gjitha. Nuk kam asnjë lloj. Jam shumë e kënaqur. Shumë e kënaqur. Tregove e kënaqur. Përveç kësaj, çfarë të kënaq jetën tënde? Çfarë të bën mundi e lumtur? Për këtu e ke fjalën? Jo, për jetë, përgjithësi po flasim për jetën. Çdo gjë, nuk është se jam shumë e lumtur për çdo gjë, për jetesën që bëj andej, edhe këtu në Shqipëri kur vi, jam shumë e kënaqur. Çka ndihesh e kompletuar në jetën tënde? Kompletuar. Është vërtet e kompletuar, Po, jam shumë e kënaqur për çdo gjë, nuk është se nuk kam asnjë gjë. Kam krijuar familjen time dhe jam okay. Jeni nën? Po. Sa fëmijë keni? Kam 2. Jeni me gjatë, keni vajza? Djalë vajzë. Sa mirë, 2. 2. A do kjo pjesë sa të ka ndryshuar jetën tënde? Shumë fare, shumë fare. Ka bërë më ndryshe të Më ndryshe, po. Apo ngona jeta kur ki qenë para se që nën? Shumë pak. Shumë pak. A do ta kishe kthyer një herë? Po. Për çka e kishe kthyer një herë jetën? Për familjen time që më ka munguar shumë. Çka të mungon nga fëmijëria? Lumturia që kanë të rinj sot. Shumë. Sa kishe tash ta kthesh një herë? Shumë fare. Shumë. Një mesazh gjitha grave, gjitha vajzave, çfarë kishe thënë për jetë? Për jetën të përkushtohen shumë fëmijëve, të jenë shumë afër fëmijëve dhe të jenë sa të bashkuar me familjen e tyre. Të urojmë atë mirat, I bëjtë para Shqipërisë. Faleminderit.